projekt, plan tani që dole, besoj se ka ndru dhe situata jote në raport me profesionin dhe me publikun? Projekt im është gjithmonë ai që kam pas punën time. Po, ka ndryshuar tani, ka në i stat më lartë në raport me muzikën, me prodhimet? Kam eventet e mia, kam muzikën time që si hyra që në Big Brother, më kam pas Gjon Terezi. Edhe ne po të përmendur, nuk kam pas në gjë që do futem te Big Brother, që do më gjejnë punë. Jo, nuk ka ndruar gjë, tu e kisha fjalën. Kam pas gjitha gati, kështu që s'kam pas nevojë. Unë faktikisht kur e shikoja Alesion atje, edhe kur nuk ka përmendur njerëzit artistat të mëdhenj që ka punuar në Australi, në Amerikë, emra shumë të mëdhenj dhe nuk i ka përdorur kur për t'i bërë më tepër reklam punës që ka bërë, po me sa e njohësh një djalë që punon shumë. Ndalojmë pak te Bigu, duke qenë se ti sapo ke dalë dhe ke të freskët. U diskutua shumë marrëdhënia jote me Brikenën, madje shpesh në rrjetet sociale thoshin që kanë simpati për njëri tjetrin. Çfarë do t'i thuash publikut, duke qenë se është dalja jote e parë? Kishe simpati apo s'kishe? Nuk s'kam pas zero simpati për ta. Asnjë simpati. Po jo për ty? Ajo për pyetën ata, s'm pyetën. Ajo se ke ndjer ti gjejmë ne, ti me çka ke kuptuar? Një gjë, unë e pash se ajo për mua më të jetë shumë një e mirë, po është më e mirë aty që luaj rolin e viktimës. Brikena. Kështu që unë i shoh i lexoj njerëzit në sy. Kështu që po pak më konkretisht, ku e ke dalluar këtë gjë? Po dallohet personi, sa herë si ato kasetat që sa herë flet i ka një të gjë. Një të gjë flet. Kështu që Mateo e do, si mendon ti? Unë duket që Mateo është pak më i përfshirë se ajo. Ajo është për mua po luan një lojë rolin e tamam një aktor i viktim, siç bën ato, jam person i mirë, por gjithmonë mundohet që tjetër kanë fajin e s'ka si fajin, kupton? Po Gimbo, Selim, si çift, si të duken se sa i martuan? Ata janë më të përfshirë, Gimbo prapë është më të përfshirë se Selim. Por që pse këto burrat këtë vit janë më të përfshirë se gratë? Sepse ne jemi shumë naiv. Edhe ç'a të bëjmë, ç'a na bëjmë, këtu na bën gratë. Shi, tani jemi Javën e 8 marsit, muajin e grave, të dëgjonim që deklaratash, domethënë, ju s'keni fajin, thjesht naiv jo be burrë. Po pra po. I duroj të shkretët, i duroj. Patur, Alesio, ke patur një marrëdhënie që ti ke qenë shumë më i përfshirë se sa partnerja? Jo, thaj naiv, tamam, si që përdori termin. Që ti ke qenë naivi dhe ajo... Dine gjati? Jo, po ty... Ja që të naiv. Po normal, se derisa thom normal që kam pas. Po të thom naiv, po nështë ta mund të kem qenë më i përfshirë. Më i përfshirë. Po ndohëm njëtë kjo. Patjetër që ndohëm. Janë dy ndohëm. gjëra që në jetë nuk i kërkojmë, është dashuria dhe vdekja. Të dyja të vinë vetë. Në moment që të vinë, pashi... Duhet me i majtë. Duhet me i majtë. Si e ke përjetuar këtë mbërjen e partneres? Një gjë, dashuria është një gjëja më e bukur në këtë botë. Ja rohesh do personi që të bën dashuri një herë, vërtet, por ka dhe vojtit e veta. Edhe pastaj do gjesh shërimin vet, e ke në dorë tate. Por janë kujtime të bukura që i kam në zemër edhe më mirë edhe një herë më rilin ti bëj një ndajgjon se si bie gabim. Shumë bukur që ndodhi. Po. Kështu që si bie pishman para asgjë. Jo, kush ka dashuruar nuk i bie pishman dashurisë asnjëherë. Ka shumë të bie pishman. Jo, mendoj kush ka dashuruar vërtet, ë? Kush ka dashuruar vërtet, se nuk është e thënë që ta marrësh dashurinë nga ana tjetër. Nëse nuk të ka dashur, okay, problemi i ti. Unë kur dashuroj edhe përfshihem me tëra dhe nuk mendoj që duhet ja, po të them si koncept. Është se unë kam ikë i vogël nga Shqipëria. Kam ikë në një moshë shumë të re. 14, edhe në Itali bëj punë të ndryshme të tjera. Më kupton, dhe kur një fëmijë si puna ime që rrit me nënë dhe babgjallë jetim, kupton, ku e keni nënë dhe babgjallë, ti e në kërkim të dashurisë gjithë jetën, sepse ajo që të ka mungu nuk e qenë i vogël, ti e kërkon diku. Dhe në moment që të vjen, tashi, për ty është gjëja më e bukur në botë. Ndoshta s'm ka ardhur me personin me ex gruan time që kam 3 kalamaj, sepse ashtu është jeta. Se për mua nga një martesa nuk është dashuri, ashtu si mendoj unë. Por puna që kur të vjen, e dona shumë sa ti bosh një adoleshent akoma në moshën 45 vjeçare. Dhe s'ka gjë më të bukur, por 45 vjeç e ke përjetuar dashuri? Atë 45 ka qenë viti i fundit i Covidit në 2000-ishin. 2020-ën. Po, 2021-ishin. Deri 10 në fund. Fillon të bën llogarit këto tani. Por Interodina bën numërim dashur 4 vite. Po tash dashurinë në adoleshencë nuk e quaj dashuri, është më shumë obsesion, sepse kur je një fëmijë, beson çdo gjë ti dashuron, por është dashuria vërtet është kur je i pjekur. Ti din ta vlerësosh atë grua ose atë vajzë, se rreth parë ne duhet të kuptojmë një gjë, ne si meshkuj harrojmë se sa vlera keni ju. Sepse kemi një nanë, u kam një ex grua se e kam pas se sa shumë vuajnë që për ne që jemi sot.
që na kanë hapë syt, çka kanë bërë për ne dhe ne duhet bëjmë të japim sa më shumë respekt ndaj çdo grua dhe çdo vajzë në planet. Shumë e bukur. Si një person publik, unë shpesh e kam vënë re që momente personale kthehen në virale dhe diskutohen nga publiku. Në eksperiencën tënde, a ka ndikuar kjo gjë për ta vështirësuar ndërtimin e një marrëdhënie në eksperiencat që ke patur? Jo, nga njëherë janë ca marrëdhënie që i quhe oficiale ose nuk janë oficiale, por zyrtare, non zyrtare, por të njëjtat janë për mua, se kur kalojë një vit, 2, 3, 4, të njëjtat janë, por nuk ndikon për mua, se nuk dua që të bëj diçka zyrtare, ose zot ja ku s'kam nevojë fare, se në natë para malese kam disa vite që kam shetit botën ças kam pa me sy. Më kupton? Edhe çdo gjë që e bëj nuk e bëj për famë, e bëj për që se ma ndje zemra. Dhe nuk ka ndikuar. Mbaret personi se qofse ti e lejon për të ndikuar, po ndoshta te tjerë ndikojnë sa gjëra shumë. Por te unë s'ka ndiku.